Përshëndetje të dashur teleshikues, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Sot u zhvillua provimi i tretë i maturës shtetërore. 575 maturant të Lushnjës ju nënshtruan provimit të matematikës. 575 maturant të Lushnjës, ashtu si mira bashkëmoshatar të tyre në të gjithë vendin, ju nënshtruan sot provimit të tretë të maturës shtetërore, atij të matematikës. Provimi nisi në orën 10 dhe zgjati deri në orën 12:30 duke u zhvilluar nën masa të rrepta sigurie dhe sipas rregullores së përcaktuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Maturantët u paraqitën në qendrat e testimit të pajisur me dokumente, identifikimi dhe mjetet e nevojshme shkollore, ndërsa u ndalua përdorimi i telefonave celular, orëve inteligjente dhe çdo pajisje që mundëson komunikimin elektronik apo lidhet me inteligjencën artificiale. Gjithashtu nuk u lejua përdorimi i materialeve të paautorizuara, kopimi apo komunikimi mes nxënësve gjatë zhvillimit të testit. Autoritetet arsimore kishin forcuar masat e monitorimit, ndërsa për çdo shkelje të rregullores parashikohej përjashtimi menjëhershëm nga provimi. Sipas Ministrisë së Arsimit, testi është hartuar në përputhje me programin mësimor dhe është i shkallëzuar sipas niveleve të nxënësve, me qëllim vlerësimin sa më të drejtë të njohurive dhe diferencimin e meritës për pranimet në universitet. Më 23 qershor, maturantët do t'i nënshtrohen provimit të fundit me zgjedhje, duke mbyllur kështu maturën shtetërore dhe një etapë të rëndësishme të rrugtimit të tyre arsimor. Besimtarët Bektashi Lushnjar këtë të martë nisin muajin e bekuar të Muharremit dhe agjërimin e Matemit. Për komunitetin Bektashi, ky muaj është një kohë reflektimi, devotshmërie dhe afrimi më të madh me Zotin. Besimtarët Bektashi Lushnjar hynë sot në muajin e bekuar të Muharremit, që shënon fillimin e vitit të ri hijri. Me këtë rast, nis dhe Matemi, agjërimi i zis 10 ditore në përkujtim të 72 dëshmorëve të Qerbelas, me në krye Imam Hysenin. Gjatë kësaj periudhe, besimtarët mblidhen në teqe për lutje dhe leximin e hadikas, duke përkujtuar sakrificën, durimin dhe qëndrueshmërinë në rrugën e së vërtetës. Në shenjë respekti për vuajtjet e martirëve të Qerbelas, gjatë Matemit nuk pijetuj dhe nuk konsumohen produkte shtazore. Për komunitetin Bektashi, ky muaj është një kohë reflektimi, devotshmërie dhe afrimi më të madh me Zotin, duke përcjell mesazhe paqeje, vllazërie dhe dashurie për njerëzimin. Matemi në vetvete paraqet historinë, kuptimin shpirtëror, rregullat dhe traditat e besimit bektashian. Matemi është një periudhë zi 10 ditore që mbahet gjatë muajit Muharrem në kujtim të Imam Hysenit, nipit të profetit Muhammed dhe 72 dëshmorët të Qerbelas. Ai simbolizon sakrificën, drejtësinë, besnikërinë ndaj së vërtetës dhe qëndresën ndaj padrejtisë. Në vitin 680 të Erëson, në fushën e Qerbelas, Imam Hyseni dhe shokët e tij u rrethuan dhe privuan nga ujë përpara se të martirizoheshin. Kjo ngjarje është vend qendror në traditën shite dhe bektashiane. Çfarë duhet kemi parasysh gjatë Matemit? Gjatë Matemit duhet kemi parasysh sjelljen që bëjnë gjithë besimtarët bektashian, që duhet të shmangin festat, argëtimet e tepërta, konfliktet dhe sjelljet e papërshtatshme. Rëndësi jepet lutjes, reflektimit dhe pjesëmarrjes së së në teqe. Pas përfundimit të Matemit, zhvillohen ceremonitë e mbylljes. Përgatitet dhe shpërndahet ashura e cila simbolizon bashkimin, mirënjohjen dhe vazhdimsinë e traditës. Mesazhi shpirtëror i Matemit që jepet për gjithë besimtarët bektashian dhe dashamirësit e tyre kudo që janë në botë, sidomos në Shqipëri dhe në Lushnjë. Matemi nuk është vetëm një sakrificë fizike, por një periudhë pastrimi të shpirtit, kujtese historike dhe përkushtimin ndaj vlerave të drejtësisë, durimit dhe humanizmit. Me këtë rast, përshëndesim gjithë bektashianët e Lushnjës, Divjakës dhe të gjithë Shqipërisë dhe duke uruar Matem të mbar dhe të pranuar nga Zoti. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos, ka deklaruar për projektin në Zvërnec se Shqipëria ka garantuar zbatimin e standardeve të Bashkimit Evropian për mbrojtjen e mjedisit. Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetet sociale deklaratën e komisioneres për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos, ku shpreh se Komisioni Evropian është informuar në detaje për projektin në zonën e Pishporon-Nart dhe se autoritetet shqiptare kanë garantuar respektimin e standardeve evropiane për mbrojtjen e mjedisit. Ajo thekson se projekti duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian dhe se Komisioni do të verifikojë zbatimin e këtyre standardeve në kuadër të procesit të antarësimit të Shqipërisë.
So Albania is one of the frontrunners in the enlargement process and has made important. Shqipëria është një nga vendet pararoj në procesin e zgjerimit dhe ka bërë përparim të rëndësishëm në mbrojtjen e mjedisit. Ky përparim është i vlefshëm, i njohur dhe duhet të mbrohet. Në situata të tilla është e rëndësishme që të gjithë të punojmë mbi bazën e fakteve. Komisioni Evropian është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet shqiptare, jo vetëm me kryeministrin Edi Rama. So in the case of the project in the Pishporo-Nart, sa i përket projektit në zonën e Pishporo-Nart, ashtu si për të gjitha projektet e tjera të zhvillimit në Shqipëri, duhet të jetë në përputhje me kuadrin ligjor dhe me standardet e përcaktuara në kapitullin e mjedisit, kapitulli 27 i procesit. Përpara se të mund të mbyllet, situata do të duhet të sqarohet plotësisht, ndërsa mbyllja e tij aktualisht parashikohet deri në fund të vitit 2027. Ne kemi marrë garanci nga qeveria e Shqipërisë se do të kryhet një vlerësim i plot, indikimit në mjedis dhe se standardet evropiane të mjedisit do të respektohen. Komisioneri anshtoi se e drejta për të protestuar është një vlerë themelore e Bashkimit Evropian dhe u shpreh kënaqur që kjo e drejtë respektohet në Shqipëri. Ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, Endrit Shala, dënohet me 2 vite burg për konflikt interesi. Ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, Endrit Shala, është dënuar me 2 vite burgim nga shkalla e parë gjyqësore për konflikt interesi. Prokuroria speciale ka cilësuar vendimin si një rezultat të rëndësishëm në luftën kundër keqpërdorimit të detyrës zyrtare. Sipas aktakuzës, më 30 maj 2019, Shala ka miratuar një vendim përmes të cilit biznesi baxhanakut të tij u emërua përgjegjës për vlerësimin e konformitetit të karburanteve të naftës në Kosovë. Prokuroria pretendon se si pasojë e këtij vendimi, biznesi në fjalë ka përfituar në mënyrë të kundërligjshme rreth 732.000 euro. Nga ana tjetër, mbrojtja e ish-ministrit ka kundërshtuar aktgjykimin duke argumentuar se favorizimi i baxhanakut nuk përbën konflikt interesi sipas legjislacionit në fuqi. Në të njëjtën çështje është i përfshirë dhe ish-ministri Vesel Krasniqi, për të cilin procedura gjyqësore është veçuar për arsye të zhvillimit më efikas të procesit penal. Në kohën kur ushtronin detyrat qeveritare si Endrit Shala ashtu dhe Vesel Krasniqi, ishin pjesë e partisë Nisma. Zbulohet banka fantazm në Itali. Grupet shqiptare dyshohet se pastronin fitimet e drogës përmes rrjetit sekret financiar. Një operacion i gjerë i Drejtorisë Rajonale Antimafia të Firences ka çuar në zbulimin e një banke ilegale të fshehur në zemër të zonës industriale të Pratos, e dyshuar si qendër për pastrimin e parave të përfituara nga aktivitetet kriminale. Sipas autoriteteve italiane, struktura kishte aftësinë të lëvizte deri në 100 milion euro në vit, duke shërbyer për organizata kriminale italiane dhe grupe të huaja, mes tyre dhe rrjetesh shqiptare. Hetimet kanë zbuluar se skema përdorte sistemin informal të transferimit të parave havala, ndërsa fondet e dyshuara si të ardhura nga trafiku i drogës, kontrabanda dhe trafikimi i qenieve njerëzore legalizoheshin përmes faturave fiktive në tregtinë ndërkombëtare, kryesisht me kompani kineze. Operacioni koordinuar nga prokuroria Rosa Volpe çoi në ekzekutimin e 41 masave të sigurisë, ku 17 prej tyre janë arrestime me burg. Në total, 57 persona janë në hetim, mes tyre shtetas italian, kinez dhe shqiptar. Gjatë aksionit, autoritetet italiane sekuestruan pasuri me vlerë rreth 60 milion euro, ndërsa hetimet vijojnë për të identifikuar të gjithë personat e përfshirë dhe për të zbardhur shtrirjen ndërkombëtare të këtij rrjeti financiar kriminal. Bashkimi Evropian shpall planin e ri kundër tregtisë së drogës prej 31 miliard eurosh dhe 7.600 vdekje në vit. 29 milion evropian konsumojnë substanca të paligjshme çdo vit. Evropa po përballet me një krizë në rritje të drogës, ndërsa rreth 29 milion qytetarë të Bashkimit Evropian përdorin substanca të paligjshme çdo vit. Përballë këtij realiteti, Këshilli Evropian ka miratuar një kornizë të re veprimi që synon të ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si trajtohet fenomeni, duke ndërthurur masat e sigurisë me ato të shëndetit publik. Plani parashikon goditjen sistematike të rrjeteve të krimit të organizuar që përfitojnë nga trafikimi i drogës. Portet kryesore evropiane do të koordinojnë veprimet për të frenuar hyrjen e lëndëve narkotike, ndërsa do të intensifikohet lufta kundër financimit të trafikut dhe përdorimit të kimikateve që shërbejnë për prodhimin e drogave sintetike.
Në të njëjtën kohë, Bashkimi Evropian synon të forcojë reagimin shëndetësor përmes monitorimit të situatës në qytete, zgjerimit të shërbimeve të trajtimit dhe sigurimit të medikamenteve që përdoren për të parandaluar vdekjet nga mbidoza. Sipas agjencive të Bashkimit Evropian për drogën, përdorimi i substancave të palishme ka arritur nivele të paprecedenta. Kanabisi mbetet droga më e përdorur, ndërsa kokaina po shfaq rritje shqetësuese në shumë qytete evropiane. Vetëm gjatë një viti janë regjistruar mbi 7.600 vdekje të lidhura me drogën. Ekspertët paralajmërojnë se tregu i drogës po bëhet gjithnjë më kompleks, me rrjete kriminale që përshtaten shpejt dhe përdorin metoda të sofistikuara për të shmangur zbulimin. Për këtë arsye, Bashkimi Evropian kërkon një qasje të re, ku siguria dhe mbrojtja e shëndetit publik të ecin paralelisht në luftën kundër kësaj sfide në rritje. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.